Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Bleona Mata jeton në Itali me babain biologjik. Del dëshmia tronditëse. Një dëshmi tronditëse ka ardhur për Bleona Matën, ku thuhet që jeton në Itali me babain biologjik. Kjo ngjarje ka tronditur opinionin publik dhe është e lidhur pikërisht përsëri me Bleonën, një emër që këto ditë po përflitet më shumë se kurrë. Dëshmitë e fundit sugjerojnë se Bleona mund të jetë në Itali me babain e saj biologjik, një zbulim që ka hapur një mori pyetjesh dhe spekullimesh në lidhje me të kaluarën e saj dhe situatën aktuale. Sipas burimeve të besueshme, Bleona jo vetëm që është zhdukur nga skena mediale shqiptare, por po kalon një jetë të re në një vend të huaj, larg thashethemeve të përditshme në Shqipëri. Informacioni që ajo jeton me babain biologjik është shumë tronditës. Nëse kjo është e vërtetë, ajo ka gjetur një mënyrë për të filluar një kapitull të ri në jetën e saj, u shpreh një i afërm i Bleonës në një intervistë të fundit. Kjo situatë ka ngritur pyetje edhe mbi vendimin e saj për të lënë pas jetën në Shqipëri. Sikur të mos mjaftonte kjo, janë shfaqur gjithashtu zëra që sugjerojnë se Bleona ka qenë mbrojtur nga një situatë e ndërlikuar familjare dhe se ky ndryshim mund të jetë një mundësi për të bërë një jetë më të qetë dhe më të lumtur, duke pasur parasysh jetën e saj publike, e cila ka pasur momente të vështira. Ky zbulim mund të jetë një fillim i ri për të.